Hi goca, mirëmëngjesi. Po e xhiroj këtë video dhe kam vendosur që të bëhemi gati së bashku. Sapo kam bërë make-upin sepse sot është dita e xhirimeve. Dhe tani dua që të bëj flokët me mashën GHD që ju e kam treguar për kaçurela. Por më përpara do vendosim, siç e thash, kremin kundra nxehtësisë dhe thash t'ju marr në vete. Sot e kisha pushim. Shkova 1-2 orë në palestër dhe disa kurse që zhvillohen atje, si pilates, zumba apo harrova emrin kësaj që ishte sot. Body balance, domethënë balanca e trupit. Edhe ishin vërtet, i organizonin vërtet shumë bukur, ishte hera e parë që shkoja. Palestrën e kam filluar që në shtator, por nga që nuk e dija, mendova se ishin me pagesë, po kur pyeta atje te kasa, më thanë që mund t'i bësh booking, t'i rezervosh më përpara nëpërmjet aplikacionit, edhe pastaj të vish këtu dhe mund të vazhdosh. Edhe ishte dita e dytë që mora pjesë dhe vërtet më pëlqeu shumë. Ishin shumë gra, mosha të ndryshme vajza. Ishin ushtrime shumë të mira sepse të ndihmonin shumë që të çlirohesh, të gjej atë balancën, e të mbaj balancën e trupit dhe më pëlqyen shumë. Do shkoj tani, por ato kryesisht bëhen mbasdite dhe është pak e vështirë sepse unë shkoj gjithmonë pas shkollës në palestër, edhe tani që kisha pushim në fundjavë mund të shkosh paradite. Okej, e morëm tani mashën, vendosëm siç e thash më përpara kremin kundra nxehtësisë dhe tani do fillojmë t'i bëjmë. Unë nuk e kam marrë akoma dorën, por tani do mundohem. Shohim këtu. Nuk e di, nga që i kam bërë vetëm 2 herë, edhe do pak punë sa të mësohesh dhe do ta shihni direkt rezultatin. Do shumë kujdes sepse është shumë e nxehtë dhe jam djegur disa herë. Jo. Okej. Okej, këtë po e lë nga jashtë. Do ta lëm shumë pak, 5-6 sekonda ose 10 dhe do ta lëshojmë. Okej. Kështu duket. Nuk është se e mbajta shumë sepse nuk duaj që t'i bëj shumë kaçurela, po kështu duket. Tani të vazhdojmë me pjesën tjetër. Sot kam për të bërë shumë xhirime sepse siç e dini tashmë e lë një ditë në javë që vetëm të xhiroj, edhe sot është dita, si për video në YouTube, ashtu edhe për bashkëpunimet që më kanë ardhur. Dhe thash, okay, po bëjmë gati, ndërkohë po bëj edhe këtë videon me ju, që mos të humbas kohën. Dhe më pas do xhirojmë. Kemi shumë për të xhiruar si gjithmonë. Nuk e di se si do dukem te kamera me këtë kabullin këtu mbi kokë, por ideja është të shihni rezultatin dhe jo kabullin. Për jashta ka dalë dielli, nga u ngropa koha sepse ka qenë shumë ftohtë, por tani ka vajtur 8-9 gradë, sot ishte 5, por ka dalë dielli dhe është shumë bukur. Okej, kështu duket e dyta. Nuk po i bëj shumë, por do bëj një shumë që t'ju tregoj se sa kaçurela mund të bësh. Shohim tani këtu. I kam kaluar flokun mbi mikrofonin dhe nuk e di nëse do dëgjohen. Po lëviz pak. Okej, vazhdojmë. Unë gjithmonë i bëj nga brenda, por ka që i bëjnë edhe nga jashtë. Tash nuk e kam marrë dorën akoma, do pa kohë. Sa të mësohesh, normalisht. Okej, edhe një herë. Opala, doli përsëri. Dhe kështu, nesër është e diel, nuk e di s'kam planifikuar gjë, por shpresoj të dalim pak, ndonjë kafe apo ndonjë. Okej, goca, unë nuk e vazhdova më videon se nuk mund të koncentrohesha dot duke folur edhe duke i bërë kaçurelat, ondet dhe kështu duket rezultati. Siç e thash, unë e vendos vetë sa i dua, sa me onde i dua dhe unë i dua vetëm pak fare sa të marrin këtë që mos të jenë flokët të shtrira dhe balukët. Nuk e kam marrë akoma dorën, por avash sepse
Është shumë e vështirë që kur ke baluke të gjesh një zgjidhje, një formë të duhur që të pëlqej. Kështu duken. Po I kthej dhe nga mbrapa, të shihni. Duken kështu. Ky është dhe rezultati me mashën nga GHD. Okej, tani mbasi jam bërë gati, nuk u ndërrova, thjesht ndenja me këtë bluzën sepse është okej dhe dua që të filloj me bashkëpunimet. Kjo që do t'rregoj tani është nga marka Cider. Markën Cider e keni dëgjuar shpesh në videot e mia sepse është muaji I tret, nëntor, dhjetor, janar, po muaji I tret dhe kësaj radhe kam marrë diçka shumë të bukur, shifeni pak. Dhe voilà, është një pellush, është nga këta pellushët që kanë dalë shumë në modë. Unë e kam marrë në këtë ngjyrën kafe, nuk e di në video nuk është se dallohet dhe aq shumë dhe duket kështu, nuk e di se si mund të dallohet, por dua t'rregoj edhe në një video nga afër. Është pak I gjatë dhe është shumë I bukur dhe I ngrohtë. Unë po mundohem ta provoj që t'ju jap atë ndjesinë, ta shihni se si mund të duket, ose po e hedh vetëm kështu dhe duket kështu. Tani që kam lyer dhe flokët, më duket se më shkon çdo gjë, sepse më përpara e kisha shumë të vështirë të zgjidhja se çfarë do të kombinoja, po tani sidomos ngjyrat e errta apo dhe ngjyrat e hapura me bjonde ngjajnë shumë bukur. Kështu duket pellushi. Është shumë I bukur, një material I butë, normal 10 nga 10, si gjithmonë produktet dhe rrobat e Ciderit, dhe kjo ishte veshja e parë. Vazhdoj me pakun tjetër, se këta mi kanë darë në 3 pakun, nga që produktet nuk janë në stok, nuk janë në gjendje nga I njëjti vend dhe ata I dërgojnë në paketa të ndryshme. Kjo më ka ardhur e para, le të shohim. Okej. Kjo ka një palë pantallona kafe. Si vjet, kafja është ngjyra që më bizotron në garderobën time, siç e kam përmendur dhe disa herë. Këto pantallonat I kam veshur sepse më kanë ardhur shumë shpejt, duken kështu. Janë po ashtu kafe dhe janë serioze dhe material dok, mund ta thuash, me këtë vijën këtu përpara dhe janë shumë të bukura. Mund t'i kombinosh edhe me taka apo dhe me atlete, ngjajnë shumë bukur, janë në ngjyrën kafe të errët dhe mund të kombinojnë shumë me pellushin që ju tregova pak më përpara. Por nëse doni t'i shihni veshur, keni një video dhe disa foto në Instagram që I kam postuar me këto pantallon. Vazhdojmë. Këtu kam një fustan që është I zi. Një sekond, t'ua tregoj pak sepse e kam provuar normalisht, sa më vjen direkt I provoj nëse jam në shtëpi. Dhe duket kështu. Është pak I fryrë këtu tek pjesa poshtë dhe është një material që nuk e di emrin, s'po më vjen tani, është shumë I bukur, I shkurtër, jo dhe shumë I shkurtër, normal, me një palë çizme do ngjaj shumë bukur. Tani që kemi dhe festa përpara, Shën Valentini, 8 marsi, ja ku është zgjidhja, nuk na duhet që të blejmë rroba të reja. Dhe ky ishte 10 nga 10, shumë I bukur dhe shumë material I plot. Edhe marka këtu dhe me etiket akoma. Vazhdojmë. Kjo është pakoja e fundit nga Cider dhe pastaj do vazhdojmë me të tjerat. Si fillim është kjo bluza. Material shumë I trashë dhe me këto vijat, këto dolën vjet apo par vjet në modë, por dhe si vjet janë, nuk është se dhe të ndjeki modën gjithmonë, dhe është e thjeshtë, këtu me këto mëngët e ngushta, vjen me grykën V, edhe mund ta kombinojmë në përditshmëri me një palë xhinse, me një palë atlete, do ngjaj shumë bukur. Më pëlqeu dhe kjo sepse është material I punuar me dorë. Kështu duket. Dhe e fundit dhe I fundit mund ta themi. Tani që po vëre, po shikoj videot që kam xhiruar, kam parë gjatë gjithë kohës tek pasqyra, sepse kam vendosur telefonin para pasqyrës dhe në të gjitha videot që kam filmuar deri tani, do të dukem që nuk e kam fokusin tek telefoni, por tek pasqyra, po tani e rregullova. Nuk është se do I rixhiroj përsëri videot, sepse është kohë e humbur, por do vazhdojmë. Okej, ky është fundi.
është një fund pantallon, në këtë ngjyrë nuk kisha, sepse në garderobën time janë vetëm fund pantallona në ngjyrë të zezë, të errët, kafe gjithmonë, por kështu me kuadrata nuk kisha. Dhe kjo është shumë bukur, më pëlqeu shumë. Nuk e di si mund ta kombinoj, por do ta shihni në Instagram. Ka dhe jo disa, por një pull këtu. Dhe duket kështu. Është shumë i bukur. Me që e kemi nisur me rrobat, po vazhdoj me rrobat dhe pastaj vazhdoj me bizhu dhe çfarë ka ardhur tjetër. I njohroni pjesën mbrapa sepse çfarë kam filmuar i kam hedhur direkt aty sepse më duhet se do bëj video për në Instagram për bashkëpunimet dhe prandaj po i hedh direkt te divani që mos t'i fus prap në përqese dhe t'i nxjerr prap. Marka e radhës është, ja ta lexoj pak sepse e kam harruar. Grace Karin është një markë nga Amazon, edhe më shkruajti për bashkëpunim tani në fillim të janarit. I hodha një sy faqes, nuk është se më pëlqyen shumë modelet, por gjeta disa që mund të më përshtateshin dhe e pranova si një bashkëpunim të parë. Ka marrë këtë xhaketën e zezë, largohem prap pak me këtë detaj, me këtë pullën gold. Është goxha materiali plot, nuk është xhaketë që rri fix, si mund ta them. Është një xhaketë si bluzë, sepse është materiali but. Shikoni pak, nuk është si ato xhaketat që rrin gjithmonë si të ngrira dhe është shumë e bukur. Tash ta kombinoja me xhinse dhe kjo i jep më sy. Kjo është e para. Vazhdoj më tej, kam marrë 2 të zeza. Dhe kjo po ashtu është një xhaketë, po ndryshon pak modeli, është si më klasike. Duket kështu. Nuk e di pozicioni ku jam nëse duken mirë këto veshjet, sepse nga pasqyra që po i shoh më duken mirë, po nga telefoni. Dhe kjo e zezë. Dhe kam marrë dhe një veshje të tretë. Dhe kjo është një bluzë në ngjyrën kafe, në krem, në kafe hapur. Dhe është materiali plot, e ngrohtë për tani në dimër, sepse këtej nga ne nuk ka ikur dimri akoma, normalisht dimri ikën nga prilli, maj, mund ta themi, sepse dhe vjet në 1 prill ka rënë bor, imagjinoj pak sa zjat dimri këtu në Gjermani. Kështu duket, e thjesht. Këto ishin dhe 3 blerjet, 3 veshjet nga kjo marka Grace Karin. Ishte hera e parë që bashkëpunoja dhe më shkruajtën ata vetë për këtë bashkëpunimin dhe si gjithmonë normal që pranova sepse më pëlqyen këto artikuj që kisha zgjedhur. Okej, vazhdoj më tej. Një gjë që më pëlqeu tjetër ishte paketimi, sepse e kishim paketuar këtu brenda dhe kishim vendosur nga këto gjërat për zbukurim dhe këto më pëlqejnë shumë, edhe duhet të kontrolloj aty që të gjej se çfarë të kishte ardhur. Kjo ishte bashkëpunimi tjetër i ri, 2 deri tani. Vazhdoj më tej dhe ky është një bashkëpunim i ri për këtë vit dhe për këtë muaj dhe është nga Paudin. Të thoni ju çfarë është. Është një thik. Unë kërkova një set thikash, por ata për momentin nuk reklamonin setet, por reklamonin thika 1 nga 1. Dhe thash pse jo, sepse thikat gjithmonë më prishën, sepse nga që i fus në lavastovilje, se çfarë na ra këtu. Edhe më prishën dhe nuk presin mirë dhe thash okay, po e marr një të tillë. Ky është paketimi. Kjo është ajo pjesa që vendos thikën, që mos të pritemi, sepse është pret shumë. Këtu ka katalogu për katës. Vazhdoj më tej, ky është paketimi. Dhe thika duket kështu. Është një thik që mund ta përdorësh për të prerë mishin dhe jo në përditshmëri, sepse duket që është shumë prerëse dhe është e madhe dhe nuk mbahet në dorë sepse rëndon shumë dhe për mishin apo bukën mund ta përdorim. Shpresoj që herës tjetër të më dërgojnë atë setin, siç ju thash, sepse ndryshe nuk i pranoj më për bashkëpunim, por besoj se po, sepse ata i kanë ato fushata të ndara, në janar për shembull do prezantojnë këtë produktin me influencerat, pastaj në shkurt diçka tjetër dhe kështu me radhë. Një pako tjetër dhe e rëndësishme, do thosha unë që më ka ardhur kohët e fundit, është një markë për make-up, me produkte make-up dhe ju e dini që unë vdes për produktet e make-upeve, nuk gopem asnjëherë dhe gjithmonë pranoj dhe më pëlqejnë këto produktet që kam marrë deri tani. Kjo është një firmë gjermane, markë gjermane,
fantastishue, po e lexoj siç fantastike. Edhe ata më kanë dërguar këtë që mban ato furçat e make-upit, është shumë e rëndë dhe është material shumë i mirë dhe kur pash çmimin, mendova se do më dërgonin të gjitha këto furçat, por më kishin dërguar vetëm 2 normalisht si fillim, sepse nuk më njohin, është bashkëpunimi i parë dhe kur pash kjo kushtonte 280 euro dhe u çudita, thash what, çfarë 280 euro për 12 furça, mos gaboj, sepse ishin të gjitha. Dhe atëherë kuptova që pse më kanë dërguar vetëm 2 furça dhe disa gjëra të tjera që dua t'rregoj. Kjo është dhe kartë vizita. Por më pëlqeu shumë kjo gjëja që mban furça sepse nuk e kisha një të tillë dhe tani normalisht për udhëtime do e kem më të thjeshtë, i fus këtu të gjitha furçat dhe ndonjë gjë tjetër normalisht sepse ka vend plot, edhe të marr me vete, është pak e rëndë. Okej, dhe gjë tjetër që më kishin dërguar ishin disa, si mund ta themi, tone sysh. Ishin në paketime kështu të vogla, por më kishin dërguar edhe këtë gjën këtu që mund t'i vendosi, sepse këto ishin në katrore të vogla, siç mund ta shihni. I hapa dhe ngjiteshin këtu, ishte shumë e bukur. Kjo është me magnet dhe mund ta heqësh dhe ta vendosësh dhe ti kombinosh vetë ngjyrat. Kjo mendoj se është blush, highlighter, edhe kjo është ton sysh, por mund t'i përdorësh edhe për sy apo e gjejnë vetë atë kombinimin, duket kështu. Normalisht ishte një markë që nuk e njihja, ishte markë e shtrenjtë, siç e thash, dhe jam e lumtur që e pranova sepse janë produkte vërtet të mira, si nga review-t, si nga çmimet, sepse një gjë e shtrenjtë nuk mund të jetë diçka që nuk mund të bëj. Ka raste po, por tek make-upet bëj gjithmonë kujdes dhe nëse nuk lexoj ato review-t apo çfarë kanë shkruar të tjerët. Okej. Shumë prej jush më kanë pyetur çfarë përdor, me çfarë i trajtoj flokët dhe që nga momenti që i kam bërë balajazh, që i kam lyer dhe erdhi dita më në fund që unë t'ju tregoj 6 produktet që unë përdor për flokët. Siç e shihni, kam në duar shampon që është nga marka John Frieda. Këtë mund ta gjeni në çdo Rossmann apo DM, ne kam marrë në DM dhe më pëlqen, mi mban flokët të butë dhe kjo është e para, nuk kam çfarë them më shumë. Pastaj, po nga e njëjta markë, kam marrë edhe këtë maskën Silver Violet Crush, edhe kjo është shumë e mirë, duhet ta lini deri në 3 minuta, mos gaboj, duhet ta lexoj këtu. Jo më shumë sepse ju dëmton flokët dhe duhet ta përdorni 2 herë në javë dhe jo më shumë. Kjo është e dyta, përdorim si fillim shampon, pastaj maskën dhe për pjesën e zbutësit nuk gjeta nga kjo markë sepse nuk ishin dhe kam marrë këtë nga Elvital. Elvital është marka ime që e përdor prej 3, 4, 5 vitesh dhe tani kam marrë ngjyrën Leila sepse ju mund ta dini, por po ua them që ngjyrat Leila janë gjithmonë këto shampot që përdoren për flokët bjonde në përgjithësi, çfarë do lloj marke janë kanë këtë kodin Leila. Okej. Këto të treja janë që i përdor rregullisht, 2 herë në javë vetëm maskën dhe këto mund t'i përdorni normalisht sa herë që lani flokët. Pastaj vazhdojmë po ashtu nga Elvital, kam këtë vajin. Është një vaj kundër nxehtësisë, por edhe për të ndihmuar për të krijuar flokët. Këtë e përdor gjithmonë në flokë të lagur, por edhe para se t'i shtrij apo t'i stiloj, sepse ka veti mbrojtëse, është shumë e mirë. Diçka më ra aty në tokë tani, duhet ta marr. Po ashtu nga Elvital është ky spray që e përdor në flokë të lagur apo edhe para se të, siç e thash, para se të stiloj, i përdor të dy bashk dhe po marr edhe diçka që më ra këtu në tokë. Është kjo që ua kam treguar, ua tregova në fillim të videos. Është ky kremi, ky është për nxehtësi po ashtu deri në 230 gradë, të mund ta përdorni gjithmonë dhe të hidhni sa më shumë kur shtrini flokët apo kur i bëni me onde, si në rastin tim, sepse është shumë i mirë dhe është antifriz, do të thotë anti që mos të elektrizohen flokët dhe unë e përdor gjithmonë. Edhe kur i kam flokët thjesht të kapura, marr pak nga kjo dhe i bëj pak majat që flokët mos të elektrizohen.
Këta ishin 6 produkte, 3 të parë dhe 3 që ua tregova. Ky ishte sekreti, se bisha ka. Secili përdor produktet që i përshtaten, por unë deri tani i përdora këto, sepse nuk doja që të shpenzoja dhe aq shumë. Këto kanë një çmim që mund t'i përballojë çdo kush, mund ta themi. Shampo kushton diku tek 10 euro, maska po ashtu 10 euro, pastaj kemi zbutësin diku tek 7 euro. Ky është 9 euro, tani nëse i dini këto çmime dhe po i them gabim, po i them parafërsisht. Ai vazhdoi me këtë Sprite-in, ky është diku tek 7 euro, po ashtu dhe kjo ishte e lirë 5 euro apo diçka e tillë. Vend diku tek 50 euro dhe nuk është pak, por nuk është dhe shumë, sepse kam dhe marka të tjera, si Kerastase, që mbahet më e mira, por ajo shumë e shtrenjtë dhe thonë që rezultatet nuk është se janë wow, janë normalisht si të përdorësh dhe një shampo pak më të lirë se Kerastase, që kushton vetëm shampua 30 euro. Deri tani jam e kënaqur, siç thash, do t'i përdor për një kohë të gjatë, pastaj nëse më rekomandojnë diçka tjetër, diçka të re, diçka më të mirë, normalisht që do ta provoj. Po ju çfarë përdorni për flokët tuaja, mund të më shkruani në komente apo të më jepni ndonjë sugjerim. Prej sugjerime, këshilla, kritika. Jam person i hapur dhe normalisht pres gjithmonë mendime nga të tjerë. Okej, goca, unë po e mbyll videon këtu sepse kam xhiruar të gjitha çfarë kisha për t'ju treguar. Tani do të vazhdoj me xhirimet për në Instagram dhe shumë faleminderit që më ndiqni. Kohët e fundit jemi rritur shumë dhe kemi arritur diku tek 650 abonent dhe shpresoj që sa më shpejt arrim 1000 abonent dhe jam shumë e lumtur që ju kam dhe shumë faleminderit për suportin dhe për çdo koment negativ apo edhe për çdo kritik, siç e thash, i pres të gjitha. Ju uroj një ditë dhe fundjavë sa më të bukur dhe do shihemi në videon tjetër. Bye!